Përshëndetje nga unë Kleakica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot do ta nisim me protestën. Sot kemi një nga zërat më të fortë të protestës. Ajo është Arjan Koçi. Arjan, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdha. Dua ta nis me pyetjen e parë. Po. Çfarë ke punuar në Angli? Gjithë e din, jam një njeri pastër edhe jetën e kam nisur nga zero, domethënë nga lavapiac, si e thon DJ. Edhe aty kam marrë me sallat, me tomate, me speza edhe kam përfunduar me picat, me pulat, me stekat, me peshkun dhe gjithmonë vit pas viti jam rritur në pozicion. Je bë Masterchef. Masterchef edhe grizhinier dhe kryegrizhinier, që ka më shumë përgjegjësi me pastërtinë, pesë yje, domethënë ka shumë përgjegjësi. Po akuzat që ka hedhur jo mbrapsht ndaj teje sa të vërteta janë? Zero. Njiheni personalisht ju të dy? Unë se një farë, se di që... Unë se di si e ka i mbe emrin, ase e rjon se ku më thanë se di si kishte emrin, se nga që kam ikë 13 vjeç... Se pikërisht të zgjodhi ty? Sepse çunat e Londrës etikohen, domethënë diaspora gjithmonë etikohet me këtë fjalën që Angli, droga, me krem, jo gjithë merren me drogë ose me gjethe, ose me lule, ose me bahar. Ka dhe djemë që merren me punë pastra, po një pjesë e këtyre na përfaqësin dhe ne edhe na fik dhe emrin, na jepi emër të keq. Po ti je një nga çunat e Londrës. Unë në fakt nuk jetoj në Londër, jetoj afër Skotësisë, mezin e Anglisë. Jetoj në Newcastle, po të pak a shumë është quhet North East of England, e kap gjysma Anglisë. Dhe Londra kam qenë 3-4 herë, 5 herë. Kam dhe 2 vëllezër që jetojnë në Londër, i përshëndes. I përshëndesim vëllezërit. I du shumë. Dhe është thjesht etikim. Kaq. Çfarë të solli që të protestojë në Shqipëri? Do thënë këtu e shumë vite ne presim për një Shqipëri më të mirë, për korrupsionin, për krimet, çdo gjë do ndryshojë, do të vi një Gen Z, gjenerata e re, new generation, do të më lënë të rit ta marrin këtë shtet edhe ta udhëheqin, sepse mosha e këtyre ka falemenduar. Besoj në rinin. Ti mendon se do të udhëheq Gen Z? Jo Gen Z, po ne Gen Z ne përkrahim kushdo që të vinë pushtet. Ti je pjesë e Gen Z? Po mund të jem, po. Beson të Gen Z se mund të arrijë? Po, besoj. Ne kemi bërë më shumë, thëmë studentët, ne diaspora, unë kam përfaqësuar diasporën. Unë sa e ka ardhur diaspora, unë kam me video, me dron, se unë jam dhe bëj dhe video montazh me dron. Po ti kesh pa, po droni më ka thyer momentalisht. Kush ta theu? Protesta. 3 drona kam thyer, minus 2000 pound të drona kanë ik. Ka shumë shpenzime i protesta. Po ta dini? Jo, nuk e dim. Prandaj të morëm ta tregosh se sa shpenzime ka protesta. Ka shumë shpenzime dhe më shumica mendojnë që jam i financuar nga parti ndryshme, ku diun Shehaj. Ti parë krah Agron Shehaj. Po, pse nga që bëra një video me Agroni dhe më ndihmoi për se ku fillua protestën, domethënë kanë tentuar 2 herë të ma bëjnë Instagramin kam bërë report që not human, domethënë nuk je njeri. Edhe herën 2 ditë vinte ajo me ftyrën edhe me u verifikua, jam unë as jam unë. Edhe pastaj, duke kaluar, ishte Agroni aty, e thash mundësish, ky mund të më ndihmoj mua, ta rris këtë shqetësim. Ishte edhe Frida ishte që bënte videot, edhe bëm një video, kaq. Që atëherë s'kam kontakte me Agronin, thjesht është një që ka rritur zërin më shumë se tjerët. A kupton? Ka folur. Mendon se janë më të pastër se pjesa tjetër? Po, mund të jenë pastër, besoj, me sa duket, me sa video shohin, mund të jenë pastër. Nuk i njoh, thjesht është një opinion. Çdo kush ka opinionin e tij, mund të flasi. Po patjetër. Po. A mendon se prishet protesta nga ndërhyrjet partijake? Unë mendoj se edhe mund të prishet. Edhe mund të prishet, prandaj nuk kam zgjedhur as parti, prandaj jam independent, jam solo. Domethënë jam vetëm, nuk kam as parti, as shok. Domethënë kam marrë këtu vetëm, s'kam shok. Ti proteston vetëm? Vetëm, protestoj vetëm. Nuk bashkangjitesh me ndonjë grup të protestës? Nëse më ecë mohabetin, nëse kemi të njëjtat, domethënë, unë bëj video, nëse ai bën video, unë bëj video. Është një djalë, është nga Kamza, ka emrin Gersi Qosja, ai bën video, që ditën e parë ne kena ecur gjithmonë bashkë. Ai bën shok. Kena bërë shok. Kena qenë shok para protestës. Ai ka bërë video ku ishin në këto festat e Christmas, si thon. Krishtlindje, se me shqipen jam pak s'ka problem. Ku ishin Krishtlindje bënte video, dhe unë suportojmë njëri tjetrin, sepse puna e nuk është punë artisti, thjesht është punë videografia ose video që bëjmë na me dron, ka shumë ka shumë editime,
edhe ne ndihmojmë njëri tjetrin. Qenë edhe fotograf. Fotograf nuk kam se po e kam që fotografi, po vetëm kam më shumë, thon diaspora ku kam pa vitet mia, domos ku shfaq çamëria, flamuri. Njerëzit më ka thonë që po më ashtu po u dridhen trupi. Por Rinqethen, edhe unë jam ndjerë shumë i kënaqur që e kam përcjell atë pjesën e diasporës që mund të kemi qenë 100.000 veta besoj, o mos më shumë. Ti ke ardhur nga Anglia vetëm për protest? Vetëm për protest. Sa vite ke jetuar andaj? 2012 deri present, deri tani. Kur mendon të kthehesh në Angli? Kjo se Rama e kam bën një vit, se Rama jep dorëheqjen ose ky e thyem këtë pushtet, unë kthehem, që nesër. Ka edhe pse kam marrë pasaportën. Në Shqipëri nëse Rama jep dorëheqjen të jetosh në Shqipëri? Po, normale. Pëlqen Shqipëria, unë dua shumë Shqipërinë. Para protestës, unë postoja Gjirokastrën, postoja Ksamilin, postoja kulturën, postoja veshjet tona që ka Shkodra, postoja vetëm për Shqipërinë. Po tash në Instagramin tim kam qenë Culture of Albania. Unë kam bliles një nga shokët e mi, po Bledi Gonxha para se të kishim një konflikt privat, më ka bë follow. Po, Ministri Kulturës, apo jo? Më ka bë follow në Instagram. Edhe bravo, puna ime. Po sa unë vazhdova me protestën, kjo bërë miku im. Po normal, sa ajo është në pushtet. Ku ishte koncerti Kanjes, dhe më bëra një aty, Tao Balla, të përshëndesim, nuk jena 3.000, jena 50.000. Edhe kjo thoshte, kjo është qeke shumë super me AI-n. Aja nuk ishte AI, aja ishte një foto e gjeneruar vërtet, dhe kam dhe dronin e kartë kam aty, akoma. Footage-en e protestës i kanë gjitha të ruajtura, se një ditë shpresoj mund të vijë dhe Netflixi, se këtë po mundohemi të bëjmë. Bëjmë një për shembull dokumentari o Flamingo Revolution of Albania. Inshallah vjen. Sa interesante kjo. Po, do besoj se në qoftë se ky bie, domethënë një nga që do bie se s'ka ku shkon, do jetë një nga Flamingo Revolution, domethënë. Si dihet? Ai ka thënë që unë nuk ai nuk jep dorëheqje, po. Ne jemi më shumë. Ai pse ndodhi Poliçan? U doqën kartat. PS u doqën. Edhe në fshat, edhe në qytetin tim Librazhi që nga e vjen im që viun, është shumë PS, sepse kanë frikë, janë punë njerëzit. Edhe kanë frikë protestojnë. Atje nga është Aulan Balla. Po. E pas ke Patriot. Patriot, po s'na lidh gjë. Ai është unë jam kundër sistemit. Nëse jo e di Rama, kush mund të vi? Kushdo që të vi, vetëm të vi një ri i pastër. Berisha? Jo. Wow. Pse? No way. Why? Kamaru. Ne mezi po presim ta përcjellim tufin. Jo, kështu mos folti, luaj vendit, jo kështu ja. Stafrolla. Kështu është keq. Jo. Unë mendoj, i kam bërë propozim, se më ftu edhe kafe Marin Mema, i bërë edhe propozim Marinit, hajde, ke supportin ton, unë nuk do të futem politik, thjesht ke mbështetjen ton, dhe mund të suportojmë. Në qoftë se ke nevojë për, se quhet, se këtu ka dhe probleme me mund të vrasin, mund të ndjekin, kërcënime, si kanë dy jashtë ndjekin mu, vjen ke lagja ime me foton time. E njihni këtë djalin, ka marrë dhe kërcënime. Mua më duket sikur ti ke i qeve dhe ti futesh pak vetë politikës, të pëlqen politika? Nuk pëlqen politika, sepse ka shumë angazhime dhe tani që unë jam duke marrë protestën, është shumë i angazhuar. Kam lënë boksin, kam lënë shtëpinë, kam lënë biznesin, kam lënë familjen, kam biznesin tim. Do me thënë një aq protestues. Po, kjo ka që ditën e parë, dhe kjo stampa, edhe ku ishin në Bruxelles, se kemi qenë në Bruxelles, kemi përsu dhe në Bruxelles ne. Kam qenë una me Dorina Memën, që na ka ftuar Dorina Mema, ishin në Bruxelles, mbledh nga 30 veta, edhe kena bën një protest jashtë Parlamentit Evropian, edhe aty kena shpreh. Edhe aty kanë bën një video të vogël 30 sekonda për Belindën. Belindën në burg edhe mos dali. Edhe dje kena prit i orë aty spak, nuk erdhi. Sa po ikëm ne, u fut. Po kanë edhe frikë. Ne jena protestesa më e bukur që ka ndodhur në historinë shqiptare 36 vjet, protestë paqësore. Po jo gjuajtja me vezë, çfarë është? Unë s'kam gjujt në vezë personalisht, po ishin ca etiki me faqesh që më thuat, edhe dikush nga këto faqe kishte bën një montazh bukur. Ari arrestohet për 4 vezë, kurse Ilir Beqaj del nga burgu për miliarda. Po, doli nga burgu ai. Doli, ç'a bën, ku jemi? Tani e kupton ti ku jemi. Tani e kam kuptuar edhe kam marrë shumë mesazhe. Ari largohu sepse e kanë provuar shumë njerëz të tjerë dhe s'ja kanë arrit. Edhe do mërzitës nëse nuk ja arrin. Nuk do mërzitën, thjesht ka qenë një, si ti thot, kjo do bëhet histori, do ngel histori, domethënë.
do të fut ministri, edhe ju, edhe gjithë kush marr protestën do të fut ministri. Se gjithë kanë kontribuar. Kanë kontribuar pa interes. Unë kam një pyetje. Po. Pse zgjedhni pikërisht vezën? Po pse nuk shkoni të merrni ato domatet e kalbura të fshatarëve? Po pse unë kam bën një video në Instagram? Juani me domate. Po, Klea, kam 2 javë që u bë thjerri. Janë fermerët. Ku janë fermerët që thonë nuk shiten, tomatet nuk shiten, nuk eksportohen jashtë Europës. Do thonë një herë që vëjt ajo mandarina u kthy mrapsh, sepse kishte shumë pesticides. Pesticides është një ilaç kimikal që ka kaluar. Edhe u kthy mrapsh. Ta bën propagandë. Ta thonë po shitet mralli jon, po shkon jashtë. Nuk vjen kthehet mrapsh se si kalon, nuk i kalon të Europës. Standardet e Europës nuk i kalon. Ashtu siç e përmendëm më parë, ashtu çka kanë shkruar që ti je arrestuar për 4 vezë. Ti je shoqëruar disa herë në komisariat. Një herë. Dje. Në orën 1. Sa? Duke ecë rrugës, isha unë edhe ajo vajza Bora, nga që arrestuar ajo, në një mënyrë si puna ime, me shtetësi kanadeze. Duke ikë shtëpi e morën dhe ata futën makinë. Nga hiçi të morën të futën makinë? Nga hiçi. Ku ishe ti, çfarë bëje? Na trego pak më shumë detaje rreth kësaj. Ishim te Spaku. U mblodhëm aty, nuk e di, 10-20 veta, kishim parolat tona që ku janë parat tona. Ju lutem Kanye West koncertit të si e thon. Lekët tona të bëhet një ku janë lekët, domethënë, si shpenzohen 4 biliard euro, ku na skemi shëndetësi, skemi spital, skemi ambulanca. Këta parolla kishim na. Edhe un pata atë më kërson që pëlqen shumë që ishte dyshi një dele dhe 300 apartamente. Ai ishte një nga edhe fura dhe muzikën 2 dele 300 pare. Po. Edhe u bë virale. Po. Aty kishin civila, po unë civilat i njoh tani. Se u bën 2 muaj. Ata janë të lezetshëm se arrin me kapele, arrin me zeza, me çanta, me xhinse, me kputuc. Edhe ruajnë kështu, majta zgjata, se diktohen mbi sy. Ju shoqëruan në komisariat, çfarë ndodhi pastaj? Pas më shumë se duke hec për dorë bam këtu, isha duke bë video me telefonin tim self defense, anglisht mbrojtje të drejtë mia. Ky na ke çau tha mu, bam, ma mori telefonin, dhe unë isha akoma duke Civili, po. Kështu, pam. Isha akoma duke bë video unë, thash ç'a bëni? Kush jeni? Ku keni baxhin? Na prezantoni kush jeni? Se në angli, do thon hello, Klea, you're under arrest. Të thot sanctioning për çfarë? Kurse këtu të vjen kap rrugës, fut makinë. Çfarë ndodhi pastaj? I thash sa po më arrestoni, a kam ndonjë gjykim, a kam ndonjë penale? Jo, hajde me ne. Një nga ato u bë pak agresiv. Hajde këtu, më futi një sharje, pas pa e them këtu se s'na lejon për moshat e Ju dhunuan? Pak, po nuk ndihem në kërcënim. Pak tu edhe më muli kokën te makina dhe më shtyu aty, futu mrena. Bum! Domethënë kohën e komunizmit akoma. Morën telefonin, nam telefonin, thash marr avokatin, ma dha telefonin. Ma mbajtën. Avokati sa marrë dot? Avokati po smesh dha avokatin, mamin priste, mam 20 thirrje të humbura. Unë mendoj se ju kam pikasur pak. Po, shumë, nga që unë jam një nga, më thonë që jam një ma frymëzuesi, kam frymëzu shumë njerëz, djalë si ti, trim, ku je, i dua më shumë djemë Shqipërisë si unë, nuk je i shitur, nuk je i blerë. Tani kanë kuptuar nga që më arrestuan, tani janë 100% sigur që... Sa të mbajtë në komisariat? 1 deri në 5 duket, s'kan drejt më shumë. Çfarë të thanë? Emër, mbi emër, s'kisha kështu, se s'kam kartë shqiptare, kam vetëm pasaportën britanike edhe patentën angleze, se nuk e kam rinevu ata kartë nëse se përdor. Se ke emrin, mbi emrin, dhënat, aty më s'kisha as koncesioner, ishte Hamburgu, katastrofë, ma kisën Kolumbi. Kaq i keq. Kaq i keq, shumë i keq. Ai nuk ishte burg, ishte një se këta janë para burgim, nuk di si quhen shqip, para burgim. Para burgimi paktën ishte katastrofë, skandal. Po kur janë spitalet katastrofë, çfarë po pret ti për institucionet e tjera? Po kishte më merr frym rena, na blloku frymat, domethënë kam heq bluzën edhe e tmerrshme. E tmerrshme. Më the që ke pasur 20 thirrje nga mami. Po. Çfarë thot familja jote për këtë angazhim që bën ti? Pse e bën? Janë në merak gjatë gjithë kohës? Po, shumë merak. Biles shumicën e familjes kam shkëput kontakte. Nuk flasim më. Me kë? Me caf.
pjesëtar familjes. Nuk flasim që kemi folur me teze, me daja, domethënë. Sepse janë shkëputur. janë mbështetës të Ramës. Jo, janë në thjesht të Burkina. thonë pse shtyn veten atje, do të vrasin. Friksohesh frikson. ndonjëherë ti? Edhe friksohesh se njerëz jemi, edhe prekmi, e kupton, edhe mund s'unë kam bërë dhe video, nëse dorni të vdisni, nëse dorni të frisni, unë jam i pari, hajde më vrisni. Jep jetë për Shqipërinë. Po, domethënë, nëse ne shkojmë luftë, do luftojmë siç luftoi çka jo. Je djalë me vlera. Inshallah ka më shumë si ne. Je djalë me vlera. Bravo. Një bravo e madhe për ty. Unë do doja një mesazh nga ana jote për Erion Braçan. Erion Braçe kamera. Erion Braçe bibi lushi la 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 la. Kjo që më kam mësuar çuna në shesh. Kaq. Je një mijush i vogël. Shumë shpejt do të vitë ty fundi. E keni tregu fytyrën gjithë kush jeni. Të gjithë. Të gjithë. Na keni falementuar si shtet. Domethënë, na keni çuar aq poshtë sa po merrni punëtor nga 30.000 tani të vinë nga Vietnami. Pse ka pak shqiptar këtu pa punë? Ja unë era Filipinas. Pse me 300-400 euro? Heqin mamat tona, gjyshit tona ose nuk e di unë kush rrit, çunë të gjash, i heqin nga puna, marrin tuajt me 300 euro, me 400 euro. A kupton çfarë bëhet? Makabër. Janë kauza Krim. shumë të mëdha. Ne vujmë për punëtor, marrin tuajt me 300 euro. Ti nëse rikthehesh në Shqipëri, me çfarë do të merresh? Çfarë do të Do merrem atë që kam bërë gjithë në restorante, në biznes tjetër do shikoj vërdall, mund të zbres Durrës, mund të zbres Ksamil, mund të zbres Vlorë. S'u kam marrë dhe në Mars për këtë punë, me hap restorant. Po thënë, me u kthyer, me kriju një familje, me njoh ndaj vajzë, me kriju familje në Shqipëri, sepse nuk dua që partnera ime të jetë huaj, do të flasin tradisht shqiptarë, të flasim shqip. Dhe kam një mall të madh për Shqipërinë sepse mungon e femiria, nga që se kam përjetuar jetën time të femirisë, nuk kam përjetuar në Shqipëri dhe ndjej një mall, thonë që fëmia im një ditë rritet në Shqipëri. Pse të rritet në Angli? Mund të rritet në Angli, mund shkoj në shkollë, mund mësoj anglisht, mund të flasi, më thonë me thex British accent, po prap flasi dhe shqip, jetoj këtu, isoj është një rrok do marrim, një ditë do vdesim. Më thej që të krijoj familjen të gjej një vajzë. Po. Në protest ke gjetur ndonjë vajzë? Jo. Kena shku për protest, shumica thonë, jemi për protest, edhe unë kam marrë drejtimin që jemi për protest dhe kemi vajtë për protest. E ke pikas ndonjërin aty në protest? Akoma jo, ka shumë vajza, janë shumë mirë, janë shumë cilës, më kanë ndihmuar, më kanë përkrahur. Faleminderit shumë për respektin që kanë krijuar ndaj meje edhe ju falenderoj gjithave. So jam shumë thon pikant me vajzat. Po, nuk çfarë ke pikante? Domethënë, sidomos me workout, domethënë me palestrën, me gjëra kështu. Si thonë, me stërvitje. Je selektiv. Selektiv, po jam selektiv, shumë selektiv. Kaq. Cila është ajo femër që të përmbush kriteret ty? Një femër thjesht, familjare, kaq. Se ndoshta mund të kenë vajza që të kanë qeft, kanë parë në protest, kanë parë shumë, ka dhe ngacmime sociale dhe mesazhe. Ka ngacmime në protest. Nuk e di, edhe mund të jenë ngacmime, po për momentin jena marrë me protestën, kështu që mos thonë që Okej, si duhet të jetë vajza që të përmbush kriteret ty? Thjesht një vajzë thjesht të respektoj familjen kaq. Për marrëdhënie financiare nuk është problem. Tani unë kam disa pyetje për ty. Po. Nëse Edi Rama do të ftonte në një takim sot, a do të shkoni dhe çfarë do t'i thonit? Tradhtar. Nuk shkoja. Biles prandaj kam zgjedhur Juve sepse independent. Domethënë kam marrë dhe nga televizionet e tjera, kam marrë dhe shumë, kam thonë jam busy, nuk kam kohë, i kam refuzuar do. Vetëm pse po newsi me Osmanin që bëjmë video, edhe me Marcelin të edhe Marcelin, po Marcelin, nuk e di se na rastësisht ato që bëj video për atë për Altinin, për Bashon Altini, Arseni ishte ai Marceli ishte përpara, diku pikasëm. Kena bërë shumë video, po si kam hedh akoma sepse mos i krijoj Marcelit një problem. E respektojmë shumë, edhe ku ndodhja me Braçën, thash në çdo që ndodhi thash unë, ty do ta bëjmë një vizë për Angli, thash mos se vrit mendjen. E kam shumë respekt sepse është gazetar. Pëlqen ku futet ai me ato që u ndet mrapa aty në, domethënë dupotetëve është i ka ato ironi. I ka ironinë vetë, them ku e marr kët karizëm, ka vjen. A besoni se kjo qeveri mund të rrezohet vetëm me protesta? Me protesta edhe me ndihmën e Europës.
që Europa ka ndikuar shumë. Diaspora. Sot pritet një protestë e fuqishme? A keni ambicie politike personale? Jo. Familjet kanë qenë me pesen, gjithmonë. Kanë qenë me pesen? Po, janë dhe me pesen, akoma. Janë. Nuk ndikon sepse babi im nuk është punë, mami nuk punon shtet, vllai im nuk punon shtet, ne jena gjithë jashtë. Prindi kam me letrat e residentës të Angli, e kupton, me vizë përhershme. Po thjesht nuk duan që të jenë aty, u pëlqen Shqipëria. Vejnë, rrinë 2-3 javë i muj kthehen. I marr, i lëviz, i çojnë në spitale, biles babin e kam çuar në spital në Angli edhe mamin. Sepse këtu s'ka shëndetësi. Katastrofa. Ose katastrofë. Kush mban përgjegjësinë nëse protesta përshkallëzohet? Çfarë është mendimin shkallëzohet për shembull? Që nëse shuhet. Nuk do shuhet, edhe një protestues tjetër prap protesta vazhdon. E ka thënë dhe Osmani. Sikur dhe një tjetër këtu në shesh, protesta vazhdon. Me një person? Po, është protestë, shuhet. Është duke shkuar. Nuk do shuhet. Një thirrje do doja tani për mbyllje të kësaj bisede. Po. Një thirrje për të gjithë qytetarët. Nga ana jote, një mesazh. E jani bashkohemi ne. Kjo është, po them, moment historik për Shqipërinë, për gjithë ju që keni pensionet 100.000 lekë, s'keni ujë, s'keni drita, nafta 2000, sa është nafta 2020, nafta më është shtret. Ne bëjmë naftë, e transportojmë edhe e blejmë prap. Po. Qa bëhet? A kupton, zgjohuni, thjesht kanë thonë zgjohuni. Domethënë, kena kaq vite diktaturë, Masenverit prap diktaturë, paktën fëmijët tonë që do vit, pasardhësit tonë, të kenë një jetë më të mirë, të kenë një jetë europiane, që ne ku të shkojmë në Europë me pasaportën tonë, ku ta shohin, wow, Republic of Albania, na hapen lopatat. Kaq, të lëvizim free movement. Drejta e njerëzve, gjykata, pronësia, çfarë janë këto sa më shpejt, edhe ujë të pishëm, nuk kemi ujë të pishëm. Këto flasin për Kanye West edhe Beyoncé edhe Jennifer Lopez. Unë shumica shqiptarëve janë mosha e mesme, nuk e din kush është. Për ta hequr vëmendjen nga protesta mbaste? Edhe protesta mos shuhet për të pse përdorë lekët e spitalit, lekët e popullit, sepse koncerti është privat, merret privat. Unë kam shkuar për koncert, jam i çmendur mbas koncertit. Unë nuk jam fan si Eminemit. Jam Slim Shady. Unë jam i parë shqiptar që kam qenë 2014-ën gati sa është Wembley Stadium, kapaciteti nuk di sa është, 200-300.000 veta. Wembley Stadium, në një stadium më të mëdhenj në botë në Angli. 2014 80.000, po, 80,000. Unë kam qenë fan si Eminemit, edhe biletat ishin 500 euro, 400 euro, 300 euro, Kanye West, që i mbëlloj Bledi Gonxhia, se ime nuk ja di si e ka. I mbëlloj ky, thiri Ramën, e na ndihmon se po bie nuk po shiten biletat. Eminemi që është fan botrore, biletat ishin 70 pound, 60 pound. Unë si kam. Po të vinte Eminemi do shkoje? Nëse janë protestë nuk do shkoja. Po më që kam marrë pasaportën britanike, kam shumë mesazhe nga diaspora e New Yorkut, e Detroit, kam një kushëri në Detroit, hajde këtej, jeto këtej, hapim një restorant, hapim një biznes, sepse më anë pasaportës. Unë mund jetoj kudo, mund shkoj edhe në Zelandën e Re, mund shkoj edhe kudo në botë. Thjesht prap kam zgjedhur vendin tim, Shqipëri, sepse jam larguar i vogël, edhe nuk dua t'i humbim traditat, kulturën, sepse kena një nga kulturën më të bukura në botë. A kupton? Ushqimin, dasmat, veshjet. Kaq. E dua Shqipërinë. Kaq. Edhe ju duheni me mëdhen tuaj. Po jo të gjithë e duan. Gjithsesi Arian, unë të falenderoj shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi, të uroj shumë sukses dhe shpresoj që të arrini qëllimin tuaj dhe gjithë kjo lodhje mos ju shkoj kot. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.